Niveli I humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për vitin 2024 u regjistrua në 17.93%, apo 1% më pak se një vit më parë, kur energjia që humbte në rrjet përllogaritej në 18.93%. Sipas së dhënave zyrtare, humbjet e vitit të shkuar rezultojnë me një diferencë prej 0.57%, më të ulta se targeti vendosur nga qeveria për reduktimin e humbjeve, që për vitin 2024 ishte 18.5%. Megjithatë, humbjet e energjisë në rrjet ndryshojnë sipas drejtorive rajonale të operatorit të sistemit të shpërndarjes, teksa të dhënat tregojnë se nga 11 drejtoritë rajonale, Tirana ka nivelin më të lartë me 22.6%, ndërsa pastaj vjen Shkodra me 17.7%. Në vend të tretë për nga niveli më I lartë I humbjeve, renditet Durrësi me 13%, ndërkohë që drejtoritë e tjera raportojnë nivel humbjesh 90%. Më mirë në renditje është Drejtoria Rajonale Korçë me 4%, Gjirokastra me 4.4% dhe Fieri me 4.6%. Humbjet e energjisë në rrjet vijnë për dy arsye. E para lidhet me rrjetin e amortizuar, që konsiderohen si humbje teknike e që përbëjnë dhe sasinë më të madhe të humbjeve. Arsyeja e dytë përfshin humbjet jo teknike, apo thënë ndryshe vjedhjet. Gjatë vitit që shkoi janë raportuar një sër investimesh në rrjet, çka mund të kenë ndikuar në përmirësimin e humbjeve, por edhe aksionet për ndërprerjen e lidhjeve të palishme nga OSHE nuk munguan. Kontrollet u kryen në kuadër të zbatimit të ligjit të luftës kundër informalitetit, teksa bazuar në analizat e riskut, fokusi ishte tek subjektet që paraqisnin mundësi abuzimi me energjinë elektrike. Përmirësimi treguesi të nivelit të humbjeve të energjisë në rrjet sjell përfitime financiare për operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike, pasi ul shpenzimet për blerje energjie.